E pra të nderuar shikues, është pjesa tjetër e një mysafiri special i cili na ka ardhur nga qyteti i bukur i Dibrës për të komentuar dhe për të treguar se si shkon dhe si qytetarët e Dibrës po e realizojnë dhe po e i përmbushin të gjitha gjërat e cilët i sjell ky muaj i bekuar i Ramazanit. Kemi të nderuarin zotri Orhan Zengo, i cili është përfaqësues nga Myftënia e Dibrës. Mirë se erdhët dhe mirë se gjetët kohën, faleminderit shumë që gjetët kohën të jeni pjesë e emisionit tonë. Sigurisht ne kishim biseda që të kishim javën e kaluar, mirë po ja që ndodhi edhe fatkeqësia dhe nuk kishim mundësi që të jemi pjesë e emisionit. Ju faleminderit, mirë se gjeta, faleminderit që edhe ju patët interesim që të na ftoni. Shfrytëzoj rastin këtu nga kjo studio, nga ky program televiziv që të gjithë besimtarëve musliman, edhe pse kanë mbetë edhe pak ditë të këtij muaji të Ramazanit, t'va uroj këtë muaj të begat, këtë muaj të shenjtë, me shpresë që të ndalim për këtij muajit fitimtar, të ndryshuar, të freskuar edhe në aspektin shpirtëror dhe fizik. Dhe dashti madh i Zot që mbas këtij muajit vazhdojmë një jetë solide, një jetë të këndshme, një jetë të shëndosh, ashtu siç edhe është kërkesa e vetë fesë. Po. Zotri i nderuar, si e gjet ky Ramazan qytetin e Dibrës dhe cila është atmosfera momentale atje nga qyteti? Do të thonë Dibra si qytet i vogël apo në Republikën e Maqedonisë së Veriut, është interesant se krijohet një atmosferë të veçantë në këtë qytet të Ramazanit. Fillimisht mund të them që Ramazani në Dibër fillon shumë më herët para se të vijë muaji i Ramazanit. Diku 2-3 muaj para, ku me të vërtet ndihet më fillon atmosfera e afrimit të Ramazanit. Janë ato 2 muaj përpara që njihen si muaj ku besimtarët dhe besimtarët shpirtërisht angazhohen me disa adhurime vullnetare, edhe është një lloj stërvitje dhe parapërgatitje për ta pritur muajin e shenjtë të Ramazanit. Interesant është se edhe besimtarët, ato që jemi në qytetin e Dibrës, për ato që kemi jashtë në Margat, duke ditur se Dibra shumicën e besimtarëve ka, domethënë, jashtë në diasporë, të gjithë kontribuojnë që me të vërtet ambienti Ramazanit të jetë i këndshëm edhe i dashur në qytetin e Dibrës. Kontributet e tyre zhvillohen në sfera të ndryshme, me thënë fillimisht duke nisur në të gjitha përgatitjet e vetë objekteve fetare, xhamive, pastrimin e tyre, mirëmbajtjen, merremetimin e tyre, rregullimin e tyre, me kushte, do të thënë, të mira të gjendjes brenda objektit xhamisë, me qëllim që besimtarët kur do të fillojnë të frekventojnë muajin e Ramazanit të ndihen komod, të ndihen rahat, edhe të kënaqen brenda asaj atmosfere që krijohet nga vetë vizita e shtëpive të Zotit. Kjo përgatitje është interesant se lindet nga vetë iniciativa e qytetarëve, besimtarëve musliman, edhe është me të vërtet për të përshëndetur dhe ndodhen gati çdo vit. Dhe me të vërtet në Dibër janë krijuar edhe objektet, edhe aspekti material dhe fizik i këndshëm, mirë po normal kur kemi kushte të mira, atëherë komoditeti për ta zhvilluar edhe aspektin shpirtëror normalisht që është edhe më i madh. E normal pas kësaj kur fillon ardhja e muajit ose vjen muaji i Ramazanit, Myftënia me kuadrin e vet që disponon për moment, që është një kuadër i shkëlqyeshëm edhe akademikisht i përgatitur mirë, me lloj-lloj aktivitetesh të ndryshme, qëndron çdo herë pranë besimtarëve, duke u shërbyer atynve me çdo mundësi dhe potencial që ata i kanë, me këshillat e veta, me ligjëratën e përxhamia, me tribinat të ndryshme, që t'va parafrojnë mesazhin e fesë, orientimin dhe udhëzimin që është më i nevojshëm për të pasur një jetë të sigurt, një jetë të rehatshme, një jetë dinjitoze si njerëz. Po.
Cilat janë disa nga aktivitetet më të rëndësishme dhe kryesore që organizon Miftenia e Dibrës gjatë muajit të Ramazanit? Ju e cekët në përgjithësi se përgatitje. Do të thënë, krahas atyre aktiviteteve të rëndomta që Miftenia i ka edhe brenda krejt vitit, do të thënë organizimin e faljes të namazeve. Në Ramazan shtohen aktivitetet, do të thënë, për besimtarët musliman brenda ditës dhe natës. Në muajin e Ramazanit me traditë në Dibër, do të thënë në namazin e iqindis, fillimisht një orë para namazit të lexohet Kurani i Shenjtë në gjuhën arabe ose që quhet edhe mukabele, ndërsa besimtarët marrin pjesë të ndëgjojnë leximin e Kuranit. Pastaj, pas faljes së namazit, është me traditë në qytetin tonë që të gjitha imamët që kemi brenda Miftenisë tonë apin përpjekjen e tyre me ligjëratat e tyre dhe ju drejtohen besimtarëve me udhëzimet dhe porositë që janë më së të nevojshme, aktuale edhe dinjitoze për të dhënë një orientim të duhur të besimtarëve në jetën e tyre, për t'i motivuar ata, për t'i ngjall ata, për t'u treguar se çfarë me të vërtet ju nevojitet në jetën e tyre për pas një jetë më të mirë dhe më të lumtur. Po. A ka iftare kolektive? Dhe sigurisht edhe ndihmat, sepse e dim që muaji i Ramazanit është muaji i mëshirës, por edhe i lëmoshës. Ndoshta edhe ndihma e familjeve me nevojë. Po. Krahas kësaj do të kisha shtu, kur jemi te aktivitetet e imamëve dhe Miftenisë, do të thënë nuk është vetëm ky aktivitet, një aktivitet brenda ditës, janë edhe teravit, namazit teravive dhe ligjëratat që mbahen para namazit të teravive në çdo xhami të qytetit, por edhe në krejt ato regionet që përfshin Miftenia e Dibrës. Miftenia e Dibrës përfshin regionin edhe të 3 komunave, gjithsesi është komuna e Dibrës, komuna e Mavrovës dhe Rostushës dhe komuna e Qendër Zhupës. Dikund me kapacitet prej 40 imamësh edhe shërbimi bëhet në më shumë se 25 xhamia, do të thënë është një aktivitet i bollshëm që përfshin gati të gjitha vendet edhe fshatrat që frekventojnë muslimanët. Nuk ka gati fshat që ka muslimanët, mos jetë edhe aktive edhe xhamia edhe imami në atë fshat. Në namazet e mbrëmjes apo të taravis, normalisht që imamët ju drejtohen me ligjëratat e tyre, por tash edhe në këtë 10 ditën e fundit, pasi që jemi pas parambarimit muajit Ramazanit, krahas kësaj edhe vazhdojnë aktivitetet e natës, do të kisha quajtur, ku edhe me dëshirë, edhe të xhamatit që me të vërtet na gëzon, edhe na lumturon, u shtua edhe një aktivitet shtesë, është aktiviteti i natës, i namazit e përsëri i këshillimeve fetare që i bëjnë imamët në xhamiat e tyre. Por kjo nuk është i vetmi aktiviteti i Miftenisë. Kjo është vetëm sa i bazori, kryesori, pasi që Miftenia dhe xhallarët, imamët si piksinim të parë kanë thirrjen, kanë udhëzimin edhe orientimin e besimtarëve në atë që është rrugë e drejtë. Ndërsa jashtë kësaj janë edhe aktivitetet të tjera, edhe pjesëmarrja e tyre në për programet lokale televizive, do të thënë, pastaj janë edhe aktivitetet humanitare që përmendet. Dibra njihet në veçanti në aspektin humanitar dhe këtë interesant është edhe Miftenia në bashkëpunim me Bashkinë Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut, çdo vit, do të thënë, ka shpërndar çdo herë ndihmë vullnetare për familje që janë në nevojë, por edhe vetë qytetarët janë të organizuar dhe organizohen sa herë që vjen Ramazani, edhe bëhen ndihme dhe aktivitete humanitare të ndryshme, duke filluar në organizimin e iftareve për skamnorët, nevojtarët, dhe këtë e bëjnë me vetë organizim, është interesant, dhe këtë e bën, e përshëndes këtë akse, e bën Rinia Dibrane dhe të rritë të Dibrës, dhe njëkohësisht edhe ndihmet e tjera vullnetare që na vijnë nga diaspora, nga qytetarët, bashkëqytetarët tonë tash në diasporë që jetojnë, ata edhe pse jetojnë jashtë, por mallin dhe mallëngjimin për vendin e kanë, dhe çdo herë, sidomos në muajin e Ramazanit, janë prezent me ndihmat humanitare që u bëjnë familjeve të tyre
në qytetin e Dibrës. Ne i përmendëm Taravit, i përmendëm edhe rinin e Dibrës, e cila ndihmon shumë edhe në humanizmin dhe në atë solidaritetin të cilën duan të transmetojnë. Sa është pjesa e të rinjve, qytetarëve të rinj të Dibrës, prezente në Taravi dhe në falje të namazit të natës, sepse ky 10 ditë që i fundit është interesant se kohën e fundit të paktën ashtu e shohun se kemi një ndryshim të një gjenerate, na vjen një gjenerat e re e cila ndoshta të vetmin vend ngushëllimi dhe sigurie të jetës së tyre e kanë gjetur dhe frekventojnë, e kanë si pyksinim të jetës xhamin. Të rritë Dibran janë të rritë të cilët frekventojnë masovikisht në për xhamiat e qytetit, nga se shpresoj se edhe besoj se ata vetëm se aty e kanë gjetur vetveten dhe motivacionin e tyre për jetë, pasi që ashtu siç ne të gjithë jemi të vetëdijshëm, ndër qytetet që më së shumti janë, domethënë, të shpërngulur nga qyteti, është edhe Dibra, e cila ka një diasporë, domethënë, të madhe nëpër botë, sidomos në Europë dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe pamundësia për të gjetur një jetë solide në qytet, ajo ndikon psikologjikisht rënd të gjenerata e re, mirë po nëse kemi një pjesë të rive që për momentin e kemi në qytetin e Dibrës, mendoj se vetëm se angazhimi falë kontributit të imamëve dhe xhallarëve, edhe ligjerimeve të tyre, edhe këshillimeve të tyre, kemi një pjesë të bukur të rinjve të cilat e ndjekim në qytetin tonë dhe ata e kanë gjetur prehjen, sigurinë, rahatin dhe motivin për jetë ende në qytetin e Dibrës. Kjo është një fakt që ne i gëzohemi edhe e vlerësojmë shumë. Po. Cili është mesazhi kryesor ndoshta që jep myftinia për besimtarët gjatë muajit të Ramazanit, si për gjithë besimtarët musliman, por edhe për besimtarët të cilët jetojnë në qytetin e Dibrës? Mesazhet kryesore, kuptohet që myftinia, imamët të xhallarët si pikë të parë të mesazhit e kanë që njerëzit të përmbajnë rrugës së Zotit, dhe kjo përmbajtje është një nevojë për momentin do të kisha thënë ekzistenciale për ta ruajtur ne edhe ekzistencën tonë edhe llojin tonë si njerëz, por edhe për të mbajtur gjallë vlerat tona njerëzore. Në këtë aspekt imamët janë shumë të vetëdijshëm edhe predikojnë një islam i cili me të vërtet është nevojë e aktualitetit, i ofrohet të rinjve një islam që me të vërtet ngërthen gjendjen aktuale të vendit, dhe edhe pse në përgjithësi ambienti është i atill që nuk është një ambient shpresdhënës për të rinjt, mirë po imamët, teologët, duke u përqendruar në porositë e fesë, çdo herë kanë qenë dhe jenë shpresdhënës në aspektin e vazhdimit të jetës në qytetin tonë, dhe këtë e drejtojnë çdo herë duke i orientuar të rinjt që ata të bashkëpunojnë, të ndihmojnë njëri tjetrin, të respektojnë njëri tjetrin, të bashkëpunojnë potencialet të tyre intelektuale, fetare, edhe të profesioneve të ndryshme me qëllim që me të vërtet të mbetet edhe një pjesë të njerëzve në qytetin tonë që të mos ndodhen një boshatisje të madhe të vendit apo të qytetit Dibrës. Dhe në këtë aspekt imamët deri diku me thanë jarin qëllimit, edhe pse ndikimi sado që të jetë i fuqishëm i imamëve, lëvizjet shoqërore apo ambienti shoqëror që krijohet, kushtet që i kemi edhe politike edhe ekonomike të vendit janë pakos më të fuqishme në ndikim dhe do të përballemi sa do të kemi mundësi të qëndrojmë, domethënë, stoik në qëndrimet e parimet tona. Po. Si ndikon agjërimi, ndoshta një këshill edhe nga ju, dhe adhurimi në jetën shpirtërore dhe të përditshme të besimtarëve? Agjërimi është një shkollë e veçantë e edukimit të njerëzit. Është vetë nga aspekti i kuptimit agjërimit nën kupton të distancohesh.
nënkupton të largohesh, nënkupton edhe njëherë të japish liri vullnetit tënd, edhe njëherë të rimarrish veten nën kontrollin tënd. Sepse egoja e njeriut është e atill që njeriu ndoshta pa vetdije, duke menduar se ai është vetvetja haron që është dorëzu egos dhe egoja është ajo që komandon ose e kontrollon njeriu. Agjërimi është pikërisht një moment kur njeriu e kupton se është më i fuqishëm se egoja e vet dhe ka mundësi dhe potencial që edhe një herë të rimarrë në kontroll. E njeriu i lirë dhe dinjitos, dhe njeriu me karakter dhe me moral është ai i cili arrin ta ndalë veten, ti thot vetes stop për disa punë, apo agjërimi ja mundson këtë. Edhe njeriu kur e sheh se për 13 orë është në gjendje me ndalë vetes ushqimin, pyjen, kënaqësitë apo atëherë do të jetë në gjendje edhe shumë punë të tjera, jo të mira, jo morale të ndaloj vetvetes. Dhe në këtë aspekt agjërimi të rit ndikon pozitivisht edhe në përgjithësi të besimtarët, ndikon pozitivisht që ata edhe një herë të rishqirtojnë veten, pozicionin që e kanë momental dhe të japin vetes edhe një herë një mundësi shtesë për të çliruar nga egoja, sepse në përgjithësi sot njerëzit janë të robëruar nga egoja. E keni pa njerëz për shembull që përdorin gjona jo të mira apo të ndaluara fetarisht. Ato janë në rrobat të atyre sendeve dhe në muajin Ramazanit arrin që ta ndalin atë. E tash kjo është fenomeni i agjërimit. Do të thënë kur ti mund ta ndalish për në muajin e Ramazanit, pse sonë ndalish atë për gjithmonë, nuk është, do të thënë pa fuqia jote ajo në pyetje, por është vetëm se vullneti i liri joti, është vendimi i juaj. Edhe në këtë aspekt për të shfaqë vullneti i lirë edhe një herë tek njeriu, agjërimi është një shkollë, një edukim i veçantë që i mundson të gjithë besimtarëve këtë arritje. Dhe unë besoj se një trajnim një mujor me agjërim është i mjaftueshëm që njeriu ta fiton edhe një herë këtë fuqi, të çlirohet nga egoja, të çlirohet nga veset të liga të veta dhe edhe një herë ta merr në kontroll veten e tij. Do kishim menduar që agjërimi është më shumë përforcim emocional sese ai fizik, pos atyre benefiteve shëndetësore që na i sjell agjërimi, është edhe ajo pastrimi emocional dhe qëndrimi emocional mbi gjërat të cilat dhe parimet të cilat ne thomi që nuk mund t'i lejojmë dhe ndodh që agjërojmë dhe përshtatemi në të gjitha ato disiplinën e agjërimit. Është edhe shpirtëror, nëse kemi qëllimin këtu me emocional, është edhe, do me thënë, adhurim që e çliron shpirtin e njerit. Po pikërisht këtë që thash pak më parë, do me thënë, shpirti robrohet nga egoja. Dhe vetëm se një ego e kontrolluar i jep mundësi që shpirti të vjen në shprehje. Ndërsa e tërë lumturia, dashuria është te shpirti, jo te materia. Me thënë, njerëzit nuk mund të ndjenë të lirë, as të lumtur, as të kënaqur, as të dashur nëse se shpirti i tyre është i ngulfatur, është i mbitur nga egoja. Me thënë, në momentin që lirohet shpirti, njerëzit ndjen më të lumtur, edhe kjo ndjen edhe në muajin e Ramazanit. Për shembull, krejt besimtarët në muajin e Ramazanit çdo herë ndjen një farë kënaqësie të veçantë që nuk e ndjen jashtë muajit të Ramazanit. Edhe ato çdo herë pyeten vallë pse ndodhet kjo. Është shumë thjesht, është arsye e thjeshtë për shkak se në muajin e Ramazanit japim një hapësirë më të madhe shpirtit ton të shfaqet, të prezentohet, të merr lirinë e vet. Edhe sa herë që ai shfaqet, edhe jepet mundësi veprimi, ne do të jemi çdo herë më të lumtur. Dhe pikërisht mendoj që sot edhe në përgjithësi në botë krejt pa kënaqësia dhe jo lumturia e njerëzve është për shkak se e materializuan veten dhe nuk i dhan hapësirë shpirtit që edhe ai ta jep kontributin e vet në jetën tonë. Dhe kur nuk japish hapësirë shpirtit, atëherë je ti rob i materjes dhe sado që të kesh materje nuk të kënaq, nuk të pasuron, nuk të lumturon, nuk ta sjell do me thënë kënaqësinë e jetës. Përkundrazi sot mendoj që edhe pse kushtet edhe ekonomike dhe të arritura që i kanë njerëzit në përgjithësi, mos folim për kriza që i kemi, por unë mendoj që nuk kanë qenë ndoshta më të mira ndonjëherë përpara kohës, do të thënë të kaluar. Mirë, po njerëzit më shumë tash janë pa të kënaqur se sa në atë kohë, kur nuk kanë pas. E tash bëhet pyetja, prej nga vjen kjo pakënaqësi? Nëse ishte ajo skamja
që tash ekonomikisht njerëzit nalte poshtë janë konsoliduar, nuk e solli lumturin kjo arritje ekonomike. Do me thënë, i nevojtë e njeriut e shpirtit. Njeriu është që një dualist, do me thënë, nuk është vetëm materi, është edhe shpirt. Dhe çdo ngulfatje, çdo robërimi të këtij shpirti do sjell pa kënaqësi në jetë. Po, dhe gjërimi në këtë aspekt dikon shumë. Dikon shumë. Po. Me që po flasim për Dibrën dhe e dim që në Dibër ka një komunitet është pak më i vogël se në qytetet tjera. A ka pasur ndonjë histori frymëzuese nga komuniteti që ndoshta mund ta ndani me ne? Histori frymëzuese nga cili komunitet më falë se nuk të kuptova. Për shembull, diçka frymëzuese që ne mund ta marrim si shembull, si dhërëfyes që... Mirë, po. Do të kisha thënë kështu, nëse është për mua në agjerimin e keni fjalën, apo? Dibra, në veçanti pasi është një qytet i vogël, do me thënë, është interesant se ambienti që krijohet në muajin e Ramazanit është një ambient i veçantë. Edhe pse në Dibër jeton edhe një komunitet tjetër që është pakis në qytetin tonë, është komuniteti Maqedon, apo? Mirë po edhe në kaluarën, edhe sot, sa herë që ka ardhur muaji i Ramazanit, ato nga vetë respekti për muslimanët në qytetin e Dibrës, janë kujdesur që asnjëherë të mos shfaqen në diçka që është nga ngrënia dhe pirja në opinion, do me thënë para publikut. Dibra në muajin e Ramazanit nga të gjitha kafenetet dhe vendet ushqimore mbyllen brenda tërë ditës, veprojnë normal pjesa tjetër e biznesit, mirë po aty ku ushqehet, ku konsumohet ushqimi, mbyllet dhe hapen, do me thënë, pas kohës të iftarit që i krijon një ambient veçantë. Nuk mund të gjesh njerëz që nalte poshtë, do me thënë, përdorin ushqimin jashtë në publik të qytetit. Dhe kjo është një veçanti, një bukuri që i vërtet ja jep qytetit. E në veçanti kur vjen koha e iftarit, Dibra është një vend i boshatizur, do me thënë, nuk ka njeri jashtë, edhe të gjithë jenë para sofrës të iftarit dhe vërtet krijohet një ambient interesant. Dhe këtë veç në muajin e Ramazanit kuptohet në qytetin e Dibrës. Ja, kjo është një veçori që do të kisha besuar që është interesant për qytetin tonë. Po. E përmendat edhe komunitetin tjetër i cili jeton në Dibër dhe unë do ta shfrytëzoj këtë rastin për t'ju shprehur ngushëllime edhe për një qytetar të juaj i cili ndroi jetë në tragjedinë e cila ndodhi në Koçani. Cili do kishte qenë ndoshta mesazhi juaj? Tragjedia e Koçanit pakës, do me thënë, e ndryshoi edhe krejt këtë ambient të Ramazanit, do me thënë, krejt shteti jonë u pikëllua nga ky rast, edhe ne shfrytëzojmë rastin që shprehin ngushëllimet tona edhe për bashkëqytetarin tonë të tjerë, por edhe për gjithë ata që humbën jetën në rastin e Koçanit. Me të vërtet është një tragjedi që shpirtërisht jemi lënduar të gjithë. Ati u humbën jetët e njerëzve më të ri që do të ishin një shpresë jo vetëm të qytetit Koçanit, por edhe të krejt shtetit tonë të Republikës Maqedonisë së Veriut. Ne mesazhi ynë, do me thënë, në këndvështrimin tonë çdo herë ne i sugjerojmë, i këshillojmë të rritanë që të jenë të kujdesshëm. Jetojmë në kohra të tilla që me të vërtet pabërgjësia është në nivel shumë të lartë. Edhe rrezikshmëria që të ndodhin në gjëra të këtilla janë të mëdha. Andaj ne i këshillojmë që të rritanë të mos frekuentojnë në vende kur ka tubime masovike, sidomos në raste të këtilla, sepse edhe ahengu mund ta ketë kuptimin e vet, mirë po duhet çdo herë pas parasysh edhe rreziku, do me thënë, njeriu ka të drejtë të argëtohet, por duhet të marrë parasysh rreziqet që çfarë mund të ndodhë në një ambient argëtimi. Dhe ne me porosit tona çdo herë ju orientojmë, ju themi që të jeni të kujdesshëm në atë aspekt. Ahengun realizoni në mënyrën e duhur, dinjitoze, edhe normale, njerëzore, sepse njeriu ka nevojë edhe të argëtohet. Mirë po, pasi që jetojmë në një ambient të tillë ku niveli i përgjegjësisë është i dobët, çdo rrezikshmëria është prezente që të ndodhin këto fatkeqësi, ne nuk dëshirojmë që të ndodhin më kurrë dhe asnjëherë.
dhe shpresoj se ndoshta edhe ne si popull në përgjithësi këto fatkeqësi që na kanë ndodhur disa herë me radhë në shtetin tonë do të na vetëdjesojnë ne si popull jo për ta kërkuar fajin se ku është, edhe ka institucione të cilat ato do ta kërkojnë fajtorin edhe nuk jemi ne për këtë këtu, por unë do të kisha thënë se rastet të këtilla duhet ne si popull të na vetëdjesojnë në përgjithësi, ta shtojmë dozën e përgjithësisë. Më duket që në përgjithësi si popull jemi të papërgjithshëm dhe na ndodhin këto fatkeqësi që na ndodhin. Ndërsa përgjithësia është një pjesë e bukur e besimit tonë dhe e kulturës tonë fetare, islame, edhe është një vlerë e madhe çdo muslimanit. Po. Kur jemi te aktivitetet në Dibër dhe bashkëpunimet i përmendet mërgjimtarët. Po. Po si është bashkëpunimi me institucionet të cilët ndoshta ndihmojnë edhe ato për të përjetuar këtë muaj të Ramazanit në mënyrë dinjitoze? Ashtu, do me thënë, bashkëpunime ne jemi qytet i vogël dhe do me thënë jemi edhe shumë të afër me njëri tjetrin. Gati mund të themi që Dibra, njerëzit që kanë bërë Dibër janë një familje dhe njihemi kështu shumë afër. Bashkëpunimet janë në nivel të duhur me gjitha institucionet, do me thënë që i kemi në vend. Është interesant se edhe gjithë institucionet tjera, sikur që janë shkollat, apo është komuna e Dibrës, janë shoqata të ndryshme, të cilët ndihmojnë që me të vërtet krijohet një ambient i mirë Ramazani, përkrahja e tyre edhe në aspektin e projekteve të ndryshme, zhvillimeve të ndryshme, tubimeve të ndryshme, por njëkohësisht edhe përkrahja e tyre morale, pjesëmarrja e tyre aktuale në të gjitha lëvizjet dhe aktivitetet që Miftinia i ndërmerr janë, do të thënë, vetë fakti që flasim për një raport edhe një bashkëpunim të ndërsjellë shumë të mirë, edhe kështu që të gjithë këto institucione janë plotësisht vetëdijshëm për rolin që e ka Miftinia, edhe janë mirënjohës, edhe përkrahës dhe mbështetës të gjitha aktiviteteve duke marrë pjesë edhe personalisht vetë, por edhe duke e mbështetur çdo aktivitet që Miftinia e bën në muajin e Ramazanit. Këto ndihme, këto mbështetje mund të jenë në aspektin edhe financiar, edhe teknik, edhe ambiental edhe kështu. Po. E thamë që jemi në 10 ditëshin e fundit të muajit të shenjtë të Ramazanit, veç më na ka mbetë edhe 2-3 ditë tjera për të përfunduar edhe agjërimin. Cila do kishte qenë porosia juaj gjatë këtij muaji edhe në përgjithësi për gjithë besimtarët të fesë islame? Porosia jonë, porosi ka shumë. Unë do të kisha thënë një. Për të gjithë besimtarët, por edhe për të gjithë njerëzit, pa më parasysh se çfarë konfesioni ata i takojnë. Ne sot kemi një krizë morale në përgjithësi tek njerëzit. Nuk e them në aspektin në botkuptimin të thjesht moral, por e kam parasysh në një krizë të njerëzillokut, apo? Unë do të kisha thënë që ky muaj do t'ju ndihmonte shumë që njerëzit ta kthejnë njerëzillokun e tyre. Dhe nëse këtë do të arrishin, do të ishte një fitim, një benefit shumë i madh për shoqërinë tonë. Thjesht thënë, porosia ime do të ishte e fundit, jeni dhe qëndroni njerëz me plot kuptimin e fjalës. Kështu që ndoshta ky muaj do na sjell begati, rehati shpirtërore dhe knatësi emocionale të cilën ne duam që ta gjejmë. Po sigurisht, ai veç e ka sjell këtë benefit, dhe benefiti më i bukur është të qenurit njeri me plot kuptimin e fjalës, dhe unë mendoj që edhe pas muajit Ramazanit të besimtarët se fillimisht rezultatet e agjërimit duhet të shihen pas muajit Ramazanit, edhe çdo adhurim tjetër që bëhet në fen ton, adhurimi nuk është sinimi kryesor në jetën e besimtarit, por është një lloj mjeti që neve na mundson të arrijmë sinimet tona. Ndërsa sinimi tonë është devotshmëria, është e njerëzishmja të zhvillohet tek ne, është karakteri shëndosh, është morali i bukur që duhet na zbukuron. Dhe nëse këto vlera ne i arrijmë në muajin e Ramazanit, këto duhet i shohim në praktik pas muajit të
pas muajit Ramazanit. Unë shpresoj që ne kemi pas shumë arsye edhe vetë ki rast që përmendëm të tragjedisë, që me të vërtet si popull, si kolektiv të zgjohemi prej ankthit, prej gjumit, prej papërgjegjësisë dhe të kthehemi atyre vlerave njerëzore që janë më të nevojshme për të jetuar dhe për të zhvilluar shoqëri në aspektin çdo herë pozitiv dhe të mirë. Faleminderit shumë. Unë ju falenderoj nderuar që gjetët kohën dhe mundësinë të jeni pjesë e emisionit tonë në këtë bisedë, atë sa e kemi kohën të limituar, mirë po shpresoj që do t'i ndjekim nga afër aktivitetet e juaja dhe edhe njerë do ju kemi sërish pjesë të emisionit tonë. Ju faleminderit, ishte edhe kënaqësia jem. Kënaqësia gjithmonë e përbashkët e jona.